Dëgjoj këtë video deri në fund sepse kjo e sotmja nuk është një lajm që harohet brenda 3 ditëve, por është një lajm shumë i madh për Shqipërinë dhe do të ndikojë jetën e shqiptarëve për 20 vitet e ardhshme. Sot në kryeministri është firmosur një marrëveshje 6 miliard dollarësh. E kuptoni ju se çfarë shifrash po flasim apo se kuptoni më? Dhe është një nga ato marrëveshjet nga më të rëndësishmet që shteti shqiptar ka bërë vitet e fundit. Dhe kjo gjë përcakton mënyrën se si Shqipëria do të sigurojë energjinë e vet. Bëhet fjalë për një projekt shumë të madh energjetik midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, ku në Vlorë pritet që të vijë gazi i lëngshëm natyror dhe më pas të shitet në të gjithë Ballkanin dhe sidomos në Greqi. E kuptoni ju se çfarë do të thotë ky lajm apo se kuptoni më? Do të vijë gazi i lëngshëm natyror me anije supergjigande nga Amerika dhe pika hyrëse do të jetë në Vlorë dhe më pas do të shitet në të gjithë Ballkanin. Dhe kjo e kthen Shqipërinë në një pikë hyrëse të energjisë amerikane, që do thotë Shqipëria do të ketë shumë stabilitet dhe mirëqenie për vitet që do të vinë. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.